mund të themi telenovelën e Zotit Sula, nuk e di. Tabaku e mërzitur mua. Kështu u artikulua dhe u analizua nga kolegët gazetarë që ishin në koridoret për shkak sepse ajo ka bërë një punë shumë të madhe në Tiranë, ka qenë kryetare e komisioneve, ka bërë një luftë ashpër politike dhe ndërkohë e kishte menduar veten, e mendonte veten në listën e mbyllur për shkak të kontributit që ka dhënë. Nuk është problem. Nuk është problem. Nuk është se ti ke punuar dhe në fund fare ke bërë profesionin e deputetit, për atë që ke zgjedhur të bësh, dhe nuk është se lufta e fortë politike që ti bën, e para të jep nder dhe merit aty, si individ. Pra mendoj që zonja Tabaku e ka marrë meritën, duke qenë se procesi inceneratorëve shkoi aty ku shkoi. Dhe po shkon si po shkon, pra e ka marrë medaljen. Në një farë mënyrë të qenit në listë të hapur, akoma dhe më shumë, tregon që është një zgjedhje zgjuar, duke qenë se zonja Tabaku mbledh vota. E qartë. Ndërkohë, Ndoka, ke një koment sa i përket zonjës Tabaku dhe ndërkohë telenovelën e ashtu si u lexuan në media për zotin Sula që u mendua që po shkon drejt nismës thurje, pastaj u tërhoq, është një moment që mbase edhe nesër apo pas nesër mund të ketë një deklarat nga ana e tij. Ke një koment? Alba, ne kemi dy koalicione. Pra, kemi një koalicion nga Edi Rama, që jam vendos kandidat krimi, edhe jo që e themi ne, po janë të faktura, që vetëm lista e Durrësit janë komplet lista përveç Ramës, e kanë vendos grupet kriminali, pjesë sot i ka edhe në nëntim, gjërë emra anonim që nuk e një asë njëri fare dhe i fut në lista dhe nuk pyet as struktura, s'ka as një lloj debatit, s'ka as një lloj konsultet. Rama e pati njoftuar që do ketë dhe një lloj rigjenerime, solli emra të rinj, solli ka të një rinj lloj nga degenerimi, jo rigjenerimit, për faktin se nuk pyet as një njëri. Pra, ai është i prirur drejt asaj që ne kemi parë se çfarë ka. Fut ish gratë, ish shoqet e grave, pra e dim se si mush listat kë, por nuk merren, në fakt duhet, pa diskutim që duhet një vëmendje shumë e madhe tek listat e kësaj partie që ka drejtuar për 12 vite, e ka kthyer koalicionin. Jo në mënyrë hipotetike të bëj vetëm një lloj paralelizmi. Më mirë deputet, një individ që mund të ketë qenë 30 vite në Parlamentin shqiptar dhe nuk dorëzon karrikën e tij, mund të kemi dhe qarqe konkrete për të mos lakuar dhe artikuluar emra, apo njëri me një karrierë shumë të mirë, me një kontribut shumë të mirë dhe që bëhet pjesë e politikës i pastër. Politika është profesion. Pra, kjo teoria që t'i lirohet veni është pasens. Pra, këte nxjerrin to kujtarët kur duan të bëjnë krahasimin e këtyre personazheve. Politikani i largon vota. Pra, nuk ka këto, tikun ato dhe të vinë to. Çdo gjë është me proces, është me kontribute, është me përkushtim në politikë dhe kjo është kryesorja. Për fatin e të Partia Socialiste nuk ekziston kjo. Partia Demokratike ka elementin më të lartë të demokracisë, do ta pranojmë në realitetin e politikës shqiptare me primaret. Pra, edhe nëse marrim zonin Tabaku. Zoni Tabaku ka qenë një personazh politik e pa orientuar. Pse pa orientuar? Në përballjen që pati Partia Demokratike për 3 vite. Pra, mes logos, mes vuls, mes realitetit, mes shumicë të demokratëve, pra, kjo zonë nuk ka ditur të orientohet se ku është shumica asaj partie, e megjithatë, antarët e kësaj partie paraqiten një emancipim politik të lavdrueshëm. Unë nuk e pris se do të ketë nga Partia Demokratike njerëz që do ta votojnë për faktin se militantët dhe antarët të penalizojnë edhe me votë. Por ato e kuptojnë. Po kjo nuk ndodhi që u penalizuan nga antarësia, pra e mori votën, kjo është një element shumicë demokracie, nuk ndodhi, por askund nuk thotë që kush është më i votori, nuk e ka në statuti i Partisë Demokratike, edhe ky i Riu, ai është një masë vlerësuese, orientuese për drejtuesit e Partisë Demokratike. Çdo parti politike ruan shtyllën kurrizore të veten, përfaqësimin politik, teknicentët që i ka të ajo parti që donë që t'i promovojnë dhe t'i ketë, pra janë gjëra të ndara dhe kjo pa diskutim që Partia Demokratike e ruajti pjesën e vet me ato pozicione që janë në parti.